Unë i kom bo hora, ata i kom bo rezerve, i kom on qysë për vjen more, veç mi shku menja. Qysë për vjen more. Edhe e fatkesia ma monë është që ata te duhet janë të thotë mbështetë se për kas të vetë vendosës të Albin Kurtit. Mirë, mos përmend emra, po më emra të familjesoj, është denuncim publik edhe është bukur përgjegjësi e madhe, unë po e kuptoj shqetësimin tënd. Unë quhem Niazi Hasani nga fshati Zhegër, komuna Gjelani, Titojnë Suedi. Unë nuk jam një njeri, do thot anonim, unë me dëshmi me fakte dalë tregoj se njerëzit prej diasporës po morin pare për fëmin, që nuk jetojnë Kosovë e kjo është për keqardhje, kjo është marrë. Po, institucionet e Kosovës shumë letë mujnë mi verifiku me këta njerëz, veç që më përshamë pëzonë fshatin Zhegër, komuna Gjelanit, veç do të me këshyrë shamë fëmija Niazi Hasanit, a shkojnë shkollë Zhegër. Jo, atëherë mujnë mi ndalë mu për shamë, që unë si marë, unë e kur si kësha morë. Po, për që ata që i morën, unë një njerëzit me emën, me mbi emën, mujnë me deklaru publikisht se kush janë ata të cilët morën parë për Kosovës. Kështu që marë është për njerëz në diasporë që e keshpërdojnë edhe qatë buxhetin e kaq tull të Kosovës për me përfitu personalisht. Faleminderit shumë për këtë telefonat, Niazi, qëndro me ne.